Lideri i opozitës Sali Berisha mblodhi drejtuesit politik dhe kryetarët e degëve të Partisë Demokratike për të diskutuar rreth organizimit të tubimit të së premtes. Kjo është protesta e 7 që opozita zhvillon duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Duhet të ngrihemi në mënyrën më të fuqishme në protesta. E lodhshme, raskapitse, por rrugë tjetër nuk ka. Dhe asgjë pa sakrifica nuk ndodh. Protestat e opozitës nisën në fund të vitit kaluar kur u bën publike hetimet e SPAK-ut, përrish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku dhe tenderat e Akshit. Të dyja dosjet hetimore mbeten edhe sot në themel të protestës së opozitës dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se këto janë çështjet që kanë bllokuar edhe procesin e integrimit. Me gjithë telefonatat e tij, ai nuk ka arritur përkundrazi numri vendeve të cilat kanë kundërshtuar votimin e këtij raporti ka ardhur në rritje dhe jo vetëm kaq, por dhe numri i çështjeve që vendet kanë ngritur për Shqipërinë ka ardhur gjithnjë në rritje. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha ju kundërpërgjigje dhe deklaratave të kryeministrit Edi Rama se ekonomia shqiptare është thritur. Dhe ky thot, kur ka rritje si do ketë korrupsion, po sigurisht në këtë rritje, ku në aty Bajanaku ju të merr vetëm me një tender 75 milion euro pa investuar asnjë qindar, kurse pensionisti merr 8 euro 2 kg domate.